Ministri i Financave Petrit Malaj ka bërë me dije se për emergjencat civile është parashikuar një fond prej 30 milion eurosh që është ndarë në disa kapitale. Sipas Malajt, 15 milion euro janë për dëmshpërblim për shkak të përmbytjeve, 10 milion euro janë për emergjencat civile dhe 5 milion euro janë për sigurimin e digave dhe rezervuarve. Ana e Ministrisë Financave, në programin e emergjencave civile kemi parashikuar rreth 30 milion euro, të cilat janë të ndara në shpenzime kapitale për programin e emergjencave civile dhe ka të bëjë me financimin e objekteve apo projekteve të cilat lidhen me parandalimin e fatkeqësive natyrore. Vlera që kemi alokuar për këtë program është rreth 15 milion euro. Nga ana tjetër kemi planifikuar edhe fondin e kushtëzuar për emergjencat civile që është rreth 10 milion euro dhe është një transfer të kushtëzuar që menaxhohet nga Ministria e Mbrojtjes dhe do të shpërndahet për njësitë e vetqeverisjes vendore sipas një metodologjie dhe e mbështetur në hartën e riskut që po kryen kjo ministri. Nga ana tjetër kemi edhe fondin e rezervë të Këshillit Ministrave me vlerën rreth 25 milion euro, e cila mund të vendoset në dispozicion në varësi dhe të vlerësimeve që do të bëhen nga strukturat përkatëse për sa i përket dëmeve të shkaktuara. Sikundër kemi edhe fondin për digat dhe rezervuarët, i cili është një fond për shpenzime kapitale dhe lidhet me financimin e projekteve që lidhen me sigurimin e digave dhe të rezervuarëve. Dhe ky fond është rreth 5 milion euro. Kështu që në total, nëse do të bënim një vlerësim të fondeve që kemi në dispozicion, vlera shkon mbi 50 milion euro që janë të disponueshme për situatën e krijuar aktualisht. Vlera totale për situatën e përmbytjeve në vend është mbi 50 milion euro.